duke u ftuar ju që vendimin që mori Departamenti i Shtetit ta shndrojmë në një oportunitet, në një mundësi të madhe për forcën tonë politike në përmbushje të misionit të saj, rikthimit të votës së lirë dhe ndërtimit të një të ardhme që meritojnë shqiptarët në Shqipëri. Ndërkohë, përsëri lutja ime njerëzore dhe thirrja ime për çdo qytetar të Tiranës dhe të Shqipërisë, ta mbështesim me të gjithë shpirt këtë lëvizje të pashembull qytetare. Kur ndonjëherë nuk është ngritur me kaq madhështi fibra e përgjegjësisë qytetare, e të rive shqiptar, qytetarëve shqiptar, fermerëve shqiptar si kësaj here. Ndaj dhe secili të pyes veten çfarë motivesh ka që unë të kundërshtoj këtë regjim, t'i bashkohet kësaj lëvizje dhe në mënyrë dijitoze të përmbysim këtë diktaturë autoritare, të rikthejmë Shqipërinë në rrugën normale, në rrugën drejt ardhmës.